Gorzat e gëzuara të Deborës kanë veshur me të bardha male fush, drurët dhe shtëpitë e bukura. Një zog i vogël kërcen, pup, pup, për të ngrohur mbi degëzat e zhveshura të mbuluara nga Debora e bardhë. Fëmijët të gëzuar vizatojnë në sallën e ngrohtë të kopshtit të tyre të mrekullueshëm. Sa ka mërdhir ky zog i vogël. Zogu i vogël është ullur me fëmijët. Sa ngrohtje është këtu. Së bashku shohin në televizor pamje mallështore nga vendi ynë. Dimri kaloi, bora u shkri dhe dielli pranverës i mbushi drurët me gjelbërim. Tani zogu i vogël nuk ka më ftohtë. Fëmijët e lëshojnë dhe ai fluturon i gëzuar në përkaltërsi. Krimbat e shëmtuar po i han mollën. Sa keq i vjen majlindës. Sa keq u vjen gjithë voglushve. Krimbat u shfarosën, por të tjerë mund të vinë përsëri. Prandaj fëmijët i lyejnë trungjet me gëlqere të bardhë. Kështu mollët do të rriten të shëndetshme dhe fëmijët do të hanë sa të duan.